Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikues, ja kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve tona, si të sillemi. Jemi me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Mirë se erdhe hoxhë I nderuar. Atëherë hoxhë I nderuar, pak a shumë ne e përmendëm herën e kaluar, si të sillet besimtari ose edhe qoftë edhe jo besimtari me prindit. Por ndërkohë, do të thonë një pyetje që I lind edhe njerëzve të thjeshtë është në momentin që prindi ka një pasuri të caktuar. Mirë po ai para vdekjes ja jep vetëm një fëmijë dhe nuk e ndan fëmijëve të tjerë duke lënë këtë me një lloj testamenti. Si e trajton feja islame këtë aspekt? Atëherë ne para se të futemi domethënë në diçka, le të themi në disa raste të caktuara, duhet të kuptojmë edhe një ose le të bëjmë le të themi një tip përmbledhje asaj që kemi thënë më herët, që në Islam, domethënë çështja e prindit është vijë e kuqe, që do të thotë raporti me prindit duhet të jetë shumë korrekt, raporti me prindit duhet të jetë shumë I mirë, sepse Zoti vetë e tha në Kur'an, mbas Zotit vjen prindi. Normalisht ne në jetën tonë do të kemi zgjedhjet tona, do të thonë punët tona, por kur bëhet fjalë për prindin dhe për çfarë I takon prindit, fjala e tij dhe respekti ndaj tij është parësor. Edhe nëse do të thonë ndoshta neve nuk na përshtatet apo mund të ketë le të themi disa pasoja tek ne, duhet ta mbartim këtë dhe është pjesë e asaj që po ja kthejmë të mirën me të mirë prindit, sepse fëmia çdo që të bëjë, do të thonë nuk mund të lahet kurrë me prindin e tij. Nuk mund të lahet kurrë me prindin e tij sepse prindrit janë pikërisht ata të cilët mbas Zotit ishin sebebi që ky njeri të jetë sot në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye në një hadith thuhet fëmia nuk mund ta lajë kurrë hakun e prindit të tij, vetëm nëse e gjen prindin rob, skllav dhe e nxjerr nga skllavëria. Do të thonë shumë e vështirë, do të thonë që ti si fëmijë ta shlysh detyrën që ke ndaj prindit. Kështu që jo më kot, do të thonë pejgamberi sa më tha që kënaqësia e Zotit është tek kënaqësia e prindit dhe hidhërimi I tij tek hidhërimi I prindit, dhe se njeriu do të thonë ka shumë të lehtë ta fitojë xhenetin nëse I ka prindrit gjallë, sepse një lutje e tyre, një dua e tyre është sebeb do të thonë me fitu kënaqësinë e Zotit. Për këtë arsye, do të thonë përpara se të futemi tek rastin fjalë, ne vazhdimisht duhet të kujtojmë veten tonë ne si fëmijë se është një nga format e adhurimit të Zotit dhe kjo gjë, pra siç adhurojmë Zotin duke u fal, siç adhurojmë Zotin duke agjëruar, siç adhurojmë Zotin duke dhënë zakatin apo sadaka apo duke lexuar Kur'an, një nga format e adhurimit të Zotit është të kënaqësh prindin. Të përkushtohesh për prindin tënd. Edhe nëse ka kosto, s'ka problem, sepse Zoti do ta kompensojë në botën tjetër, do ta kompensojë në këtë botë, por ti je I sigurt se prindi është borxh që lahet. Prindi është borxh që lahet, që do të thotë nëse sillesh mirë me ta, do të lahet në këtë botë me fëmijët e tuaj, e nëse nuk sillesh mirë me ta, do të lahet në këtë botë me fëmijët e tuaj. Nuk ka mëkat, ka një hadith, nuk ka mëkat që të jetë shlyerja ose kompensimi I shpejt për të siç ndodh me mos respektimin ndaj prindërve. Pra në përgjithësi, në historinë e njerëzimit, kush ka qenë mos respektues ndaj prindit të tij, domethënë ja ka kthyr Zoti tek fëmia I vet, ka qenë mos respektues ndaj tij, e ke parasysh që tregojnë si fabul që dikush e kishte marr prindin në thes edhe do ta hidhte në mal me fjalë se kështu ishte tradita e tyre me fjalë. Le të themi si zonë. Kush mbaronte ciklin e mante I birin në thes, I hidhte në filan vend. Dhe kur shkoi për ta hedh, I tha o biri, tha, do të më hedhësh po, I tha, siç ke bërë ti me fjalë, siç bëjnë gjithë. Tha vetëm një gjë kisha, I tha, tha të paktën tha pak më tutje tek ai veni atje, tha po pse tha atje jo këtu. Tha sa atje kam hudhë edhe unë babën tim, tha. Domethënë është një borxh që lahet ose historia e atij fëmijës që kjo ka qenë edhe një kundërtoj që I thotë nëse ti do më hudhësh më sot do të hudhin edhe ty fëmijët e tuaj. Po, pra ideja fabula e cila është domethënë do ta kthej fëmia jot reston ose do të jetë e njëjta gjë edhe në brezat të vazhdim. Kështu që ne duhet ta kemi parasysh këtë, pra e para si adhurim ndaj Zotit, e dyta se Zoti na e kompenson neve këtë gjë në jetën e kësaj bote tek fëmijët tanë. Normalisht ne në jetën tonë me prindrit kemi edhe momentet e moshës që duhet jemi shumë durueshëm, kemi edhe momentet le të themi ku prindi anon tek njëri prej fëmijëve dhe
i bën padrejtësi fëmijëve të tjerë. Për shembull, kemi rastin kur nëna për shembull anon shumë ke goca ose tek fëmijët e gocës dhe fëmijët e djalit i lën masdore për shembull, është e lidhur nëna është ajo, çfarë do të bësh ti nënës? Nën. Ose kemi rastin tjetër kur baba është i lidhur me njërin prej fëmijëve, zakonisht me të voglin, i privilegjuari, sugari që i thon, dhe i lën të tjerët mbasdore. Dhe një nga rastet, le të themi është ky rasti që u përmendë. Për shembull, prindi shkon dhe lën testament për shembull për njërin prej fëmijëve, kushdo qoftë ai, dhe i nxjerr të tjerët nga testamenti. Normalisht kjo gjë nuk lejohet në Islam. Kjo nuk lejohet kur nuk është testament, duke qenë prindi i gjallë, duhet të mbajë drejtësi. Hadithi Numan ibn Beshirit thot, baba im Beshiri më bëri një dhuratë mua me fjalë, po pa fëmijët e tjerë. Dhe nëna ime thot Numani, pra Numani thot, nëna ime i tha babës, pra i ka thënë Beshirit. I tha, dgjotha, nuk është normale kjo që po bënte, që po jep Numani dhe s'po jep tjerëve. I tha, jo ta s'ka gjë, ta është pasuria ime, bëj çfarë dua me të. Jo, i thoshte ajo, dhe ngulte këmbë ajo. Derisa e detyroi të shkojë të pyesi pejgamberin alayhis salam. Dhe pejgamberi sa më bëri një pyetje, tha, gjithë ju ke thënë siç e ke thënë Numanit? Tha, jo. Atëherë tha, o jepu të gjithëve ose jo. Jepu të gjithëve, unë nuk mund të jem dëshmitar alazuar për diçka që është e rënd. Pra edhe ne si prind duhet të jemi shumë kujdesshëm. Sa jemi gjallë dhe kur le të themi kur ju japim, sepse Islami obligon ta ndash dhuratën apo pasurinë që do të japësh fëmijëve me drejtësi, jo me barazi. Sepse nuk mund të trajtosh për shembull një fëmijë i cili le të themi ka një fëmijë të smur me një problematikë të caktuar apo ka shumë fëmijë, me një fëmijë tjetër i cili ka një jetë normale dhe i cili për shembull ka ngarkesa. Prindi duhet bëjë drejtësinë sa është gjallë, ndërsa mas vdekjes pasurinë e prindit e ka ndarë Zoti, nuk ka nevojë të lesh testament. Për këtë arsye, në Islam çfarë thuhet? La wasiyata li warith. Nuk lejohet të lesh testament për trashëgimtarët. Pra trashëgimtarët e ka marrë Zoti përsipër. Është vetëm një gjë që i Madhi Zot vetë në Kur'an e ka sqaruar në detaje. Për shembull, por në rastin, më fal Hol, por në rastin shqiptar që ligji nuk e përcakton si Kurani, për shembull, do ta trajtojmë ka trajtesë. A mund ta bëjmë me testament? Ka trajtesë. E para, jo, ndesha të them këtë. Pra, Zoti më për shembull neve na thot në Kur'an, falni namazin. As se sa falet, as se si falet, edhe detajet fare i ka sqaruar kush? Hadithi. Zoti neve na thot në Kur'an, jepni zakatin. Asnjë detaj. Sa jepet për florinin, sa jepet për paran, sa jepet për malla tregtare, sa jepet për lopët, s'ke detaje. Zoti neve na thot në Kur'an, për shembull, le të themi bëni haxhin. Detaje shumë pak. Ndërsa në rastin e trashëgimisë, jo e ka sqaruar ai, djali merr kaq, vajza merr kaq, por nëse ka lënë kaq, nëse ka lënë këtë, nëse vdes burri, nëse vdes gruaja, nëse ka fëmijë, çdo gjë e detajuar. Pra e ka marrë përsipër Zoti. Pse? Sepse është shumë alergjike kjo pjesa e paras. Është alergjike, pra u tuhibun al-mala hubban jamma, e doni tha pasurinë me një dashuri të tmerrshme. Pra është njeriu i gatuar i tillë. Për këtë arsye sprova një e cila është në këtë botë, le të themi epshi, është pasuria, është kjo ajo. Me një disa gjëra që janë pikat më nevralgjike në zhvillimin e jetës së njeriu. Dhe duke qenë se Zoti më dhe mori përsipër do të thotë se ty nuk të lejohet më të bësh një ndarje të re, se i bie se kur ti i ke ndryshuar ligjin e Zotit. Ndryshon rasti kur për shembull le të themi është ligji që e pjeston çdo gjë në shifër, barazim, atëherë në këtë rast ti ke drejtë si prind të lesh një testament sipas le të themi asaj që quhet pema e ndarjes islame, sipas trashëgimisë islame. Por kjo ka edhe një zgjedhje tjetër, trashëgimtarët mblidhen, bin dakord thjesht edhe për këshill për vëllezërit e motrët që na ndjekin, mblidhen trashëgimtarët, e ndajnë sipas shariatit, bëhet një deklaratë notariale, kjo deklaratë notariale depozitohet në hipotekë, në gjykatë dhe gjithçka dhe merr formë ligjore. Ose tek një ndërmjetës, shkojnë gjithë tek ndërmjetësi, pra që duhet jetë hoçi e një fushën e trashëgimisë islame dhe ai u jep verdiktin se si çfarë ju takon, do të thonë nga ajo që ka lënë prindi dhe mbas kësaj shkojnë dhe e notarizojnë ose nëse janë tek ndërmjetësi nuk ka nevojë, vula e ndërmjetësit ka fuqinë e gjykatës shkallës parë. Pra ka zgjedhje. Dhe në rastin e testamentit që të kthehemi tek pyetja jote, si të sillemi nëse prindi gjithë pasurinë ja lën njërit prej fëmijëve ose dy fëmijëve dhe jo të tjerëve. Themi në këtë rast testamenti sipas ligjit të Zotit është i pavlefshëm dhe duhet të prishet ky testament dhe duhet të kthehen gjërat edhe një herë nga fillimi. Nëse ka ndodhur një gjë e tillë,
kjo është prapë e rëndësishme. Okej, prindi vdiq dhe testamenti ka ka ndonjë kufizim testamenti për ndonjë pjesë, pra 1/3? Jo, flasim për testamentin, le të themi për testamentin se si funksionon në vendet tona nuk ka, në sheriat jo. Sheriati thotë nuk lejohet të lësh testament, pasuri me testament për trashëgimtarët, se trashëgimtarëve ka caktuar Zoti në Kur'an, dhe nuk lejohet nëse lën për jo trashëgimtarët, jo më shumë se 1/3 e pasurisë. Pra nëse dikush ka prind, është mërzit me fëmijë gjithë jetën. Çfarë bën ai? Në fund të jetës thotë testament ja lën dikujt që s'ka lidhje fare me të. Ose hakmerret ndaj fëmijëve duke lënë testament dikujt tjetër. Ka njerëz të tillë me problematika. Ose ndoshta nga që nuk janë kujdesur për të. Ka një sëmundje skleroze. Jo, ndoshta nuk janë kujdesur për të. Thotë këta kanë parë më sy sa kam qenë gjallë. Nuk ka parë filani. Për shembull, ndodh kjo. Po. Edhe gjithë pasurinë ja lën atij. Fetarisht kjo nuk lejohet. Sepse atij që është jashtë gjakut nuk i takon më shumë se 1/3 e pasurisë së personit. Në momentin që është mbi 1/3, fetarisht flasim, konsiderohet e pavlefshme. Në gjykat funksionon. Ka ndonjë përjashtim nëse ai e bën dhuratë dhe jo testament përpara vdekjes? Jo, dhurata para vdekjes sheriatikisht quhet testament. Sepse ç'është testamenti? Të lësh pasurinë për dikë që ta përfitojë mbas vdekjes tënde. E quajtë dhuratë, e quajë si dush, atë kuptim ka. Për këtë arsye, domethënë, flasim nëse këta njerëz janë që i friksohen Zotit, duhet të kuptojnë që jo, por edhe pse baba ma ka lënë mua gjithë pasurinë, faktikisht unë duhet ta ndaj siç thot Zoti i Madh me vëllezërit e mi. Edhe ky tjetër që është jashtë, që është besimtar, duhet të thotë pritë vëllazë, okej, po, mua më takon 1/3. Nëse baba duke qenë gjallë, ja jep gjithë dikujt që është jashtë, çështje tjetër, u ka bërë padrejtësi fëmijëve apo nuk u ka bërë padrejtësi fëmijëve. Kjo është çështje tjetër pastaj. Edhe me gjallëmënin, nëse ja jep për shembull gjysmën e pasurisë një djali, kjo quhet e vlefshme edhe me sheriat, pavarësisht se ky mund të ketë bërë padrejtësi apo jo. Nëse në rastin e testamentit nuk lejohet që të zbatohet ky lloj testamenti. Dhe se fëmia për shembull që baba e ka lënë në emrin e tij, nuk duhet ta pranojë një gjë të tillë. Nëse e pranon, ai ka bërë dy gabime. E para, po bëhet sebeb që jati të ndëshkohet në varr, edhe në botën tjetër, dhe e dyta, pasuria që ky po merr është zjarr xhenemi. Edhe pse le të themi me ligj është në rregull dhe i takon me ligj, sepse është ligjore çdo gjë, po faktikisht tek Zoti është. Hoxhë nderuar, para se fëmijët të ndajmë testamentin e prindërit, a kanë ato detyrim që të lajmë borxhin nëse prindi ka lënë ka pasur një borxh dikujt tjetër? Shumë e saktë. Pra, trashëgimtarët kur bëhet fjalë për të ndarë, le të themi, pasurinë e prindit, së pari duhet të lirojnë prindrin, babain ose nënën duhet ta lirojnë nga detyrimet që mund të ketë. Pra nuk është normal që ne tani të mendojmë se si do ta ndajmë, ndërkohë që babai mund të ketë lënë borxhe, ndërkohë që nëna mund të ketë lënë borxhe, ndërkohë që mund të ketë detyrime ndaj palëve të treta, ndërkohë që ndoshta ka situata të tilla që duhet me paguajt diçka që i mor hallallikun dikujt. Ka pas një zëng mes tij dhe dikujt, po që faktikisht prindi i ka pasur në hak. Dhe ndoshta duhet me thonë diçka që me i mor hallallikun. Se ka marrë një mall, një makinë, një diçka tjetër. Pra ne si fëmijë gjëja e parë që duhet bëjmë kur na ndron jetë prindi është të interesohemi për rregullimin e xhenazës etj dhe njëkohësisht të interesohemi për gjitha të drejtat që kanë të tjerët ndaj prindërve tanë. Domethënë hakun të tjerë nëse kanë hak tek prindërit tanë, qoftë borxh, qoftë mall, qoftë premtime, mund të jenë edhe premtime që mund të kenë dhënë këta njerëz duke qenë gjallë. Atëherë duhet të çojmë gjitha në vend në mënyrë që ta çojmë të vdekurin pa ngarkesë në botën tjetër. Me fjalë apo me shkrim? Tani, kjo është një çështje se shumë njerëz na thonë për shembull që po që me shkrim vlen, po nuk që me shkrim nuk vlen. Nuk është e vërtetë kjo. Sepse ai mund të ketë bërë një marrëveshje gojore dhe faktikisht nëse vërtetohet, është në fuqi. Unë çfarë të bëj rastet kur nuk vërtetohet dot. Dhe çështja e vërtetimit është çështje pastaj me të drejtën islame ti si fëmijë ke drejt ta refuzosh nëse ai tjetër nuk ta vërteton dot. Por nëse fëmia thotë le ta japi baba ty, unë tani s'kam detyrime. Në ka një papërgjegjshmëri këtë rast. Papërgjegjshmëri dhe fëmia në këtë rast, domethënë unë besoj se fëmia në këtë rast konsiderohet aqun li walidayhi. Konsiderohet mos respektues dhe mos nderues i prindërve të tij. Pse? Se po bëhet sebeb që baba dënohet. Domethënë ne po themi me emërzit babën, me emërzit pa arsye me fjalë,
ti je mëkatar tek Zoti, po më u bë sebeb që digjet, patyshim që je shumë mëkatar. Ti nuk mund të urgjoj. Çka ke pas me babën, tani unë s'kam lidhje, merr vesh me babën. Ku të merret vesh me babën? Të lidhet me babën tjetër, të lidhet me lajm. Baba la këtë pasuri që ti ke sot. Baba ka lënë këtë pasuri që ju të kujdeseni me hallallik për këtë pasuri. Hoxhë nderuar, por në një moment për shkak që fëmia është sjellur gjatë gjithë jetës mirë me prindërin e tij, pra ka qenë bamirës, ka qenë respektueshëm, a ka më një detyrim mbas vdekjes së prindit ose e kundërta? Kur fëmia ndonjëherë ose shumë herë është sjell keq me prindërit e tij dhe prindi ka ndruar jetë dhe ai është bërë pishman. A ka ndonjë vepër që ai mund ta shlyejë sjelljen e keqe mbas vdekjes së prindit? Atëherë pyetje me shumë vend, domethënë edhe situatë shumë interesante. Pra e para nëse domethënë unë kam qenë shumë rregull me prindin tim sa prindi ka qenë gjallë. Tani që prindi im ka ndruar jetë, domethënë i ka mbyll punët me të? Jo, themi nuk i ke mbyllur punët me të. Sepse respektimi apo bamirësia ndaj prindërve si në Islam ndahet në dy pjesë, kur janë gjallë dhe mbas vdekjes. Kur janë gjallë, e kemi sqaruar dhe kemi thënë, dhe mbas vdekjes, që do të thotë në një hadith pejgamberi sa më ka thënë, të lutesh për ta, ti kërkosh falje Zotit për ta, të mbajsh lidhjet e gjakut të tyre, të ruajsh shoqërinë e tyre. Normalisht duke shlyer, siç e tham pra, detyrimet që ata mund të kenë, borxhet, këtë nuk po e fusim sepse është e ditur, po përveç kësaj të lutemi për ta, të kërkojmë falje Zotit për ta, të ruajmë gjakun, që ata janë, si më thonë, ndërlidhje jonë me gjakun ton, dhe të ruajmë dhe të mbajmë shoqërinë e prindërve tanë. Domethënë shif sa bukur i madh i Zot, domethënë të respektojmë shokët e prindërve ose shoqet e nënave. Edhe gjakun, edhe shokët. Pse? Dietarët i kanë hasur këtu diçka shumë interesante. Thonë, ti duke u lutur për prindin, atij i shkon sinjali. Ti duke i kërkuar falje Zotit për prindin, atij i shkon sinjali. Ti duke bërë ndonjë vepër të mirë për shpirt prindit, atij i shkon sinjali. Ti duke ruajtur lidhjet e gjakut, që prindi pra është, si më thonë, nyja me farefisin, kanë thënë i shkon sevapi. Ati i shkon sevapi, po edhe gjë tjetër shumë e bukur, shumë interesante, thotë njerëzit e fisit kur të shohin ty, i shkon mendja ku? Tek indjeri, tek ai njeriu që ka ndruar jetë dhe bëjnë dua për të. Shokët. Pse shokët? Thotë sepse shokët kur të shohin ty birin e filanit i qetëson. Jo, edhe ata, domethënë, e ke parasysh kënaqen se e ke parasysh dun fort, i kujton me personin fjalë dhe e dyta kanë thënë luten për të. Pra ti bëj sebeb që ata të luten për ty. Është një sesi hadithi që tha pejgamberi selam, tha mos të shaj ndonjëri për ju prindin e tij. Tha pejgamberi Zot, po ku shan njeriu babën ose nonën e vet? Tha jo, tha i shan babën dikujt dhe ai i shan babën atij dhe ky u bë sebeb që ti shahet baba, la ilaha illallah. I shan nonën dikujt dhe ai shan atij nonën dhe po bëhet sebeb që ti shahet nonën. Pa e kupton ti sa çfarë norme të lartë ka mbajtur Islami në raport me prindin. Mos i shaj dikujt babën se të shan babën. Mos i shaj dikujt nonën se të shan nënën. A kupton? Kështu edhe kjo punë, domethënë. Për këtë arsye Islami domethënë i ka kushtuar rëndësi kësaj pjese, pra pjesës ruajtjeve të raporteve me prindin edhe mbas vdekjes. Le të vim tek rasti që ti përmend dhe unë të falenderoj sepse me të vërtetë është rast shumë le të themi tipik, mirë po edhe domethënë të kuptojmë dy gjëra të rëndësishme. Para, madhështinë e Islamit dhe e dyta, asnjëherë nuk ka hapësirë në Islam që njeriu mos pendohet. Ja rasti. Një person, një fëmijë, nuk është sjell mirë me prindët e tij gjatë gjithë jetës. Për shembull, po marrim një rast ekstrem. Dhe prindi vdiq, dhe ky njeriu pendohet, bëhet pishman, ndihet keq. Ky njeri si do ta kërkojë Allahun? Çfarë duhet bëjë ky njeri, domethënë, a ka hapësirë për këtë njeri më që të fitojë kënaqësinë e prindërve? Islami hap një derë shpresë. Cila është dera e shpresës? Dera e shpresës është ti mund të fitosh kënaqësinë e tyre dhe mas vdekjes tyre, pavarësisht se ndoshta me gjallëmëni ti nuk ke qenë korrekt me ta. Si? Duke u lut. Duke dhënë sadaka për shpirtin e tyre, duke i vizituar në varreza, duke ruajtur gjakun, duke ruajtur shoqërinë, duke bërë vepra të mira, sa më shumë që ti shkojë sevapi prindit. Dhe duhet me pas parasysh gjithë teleshikuesit tanë. Sadaka rjes. Bravo. Çdo gjë që ne e bëjmë për prindin, çdo gjë që ne e bëjmë për prindin me niyetin, me qëllimin që ti shkojë atij sevapi dhe shpërblimi,
1. Ati i shkon sevapi dhe shpërblimi, 2. Ati i shkon sinjali se këtë e ka nga ky fëmijë. Tani llogaritë ti. Një prind në varr. Siç thot pejgamberi selam, i thot Zoti dikujt, ngrihu një shkallë. Thotë o Zot, po pse? Thotë se djali jot po lutet për ty, po i kërkon falje Zotit për ty. Pra, çfarë ndodh? Prindi është në varr. Ati i shkon sinjali që ky djali që ka pasur në këtë botë se nuk, domethënë kujtesa, memoria, çdo gjë funksionon. Thjesht pavarësisht se varri më shumë anon tek bota shpirtërore, po e ka edhe botën materiale brenda. Ky prind që gjatë gjithë jetës, le të themi, ky fëmijë e ka mërzit, ja ka nxjerr jetën, i shkon sinjalin në varr. Ej, këtë e ke për atij djalit tënd ose vajzës tënde, këtë e ke për atij, këtë e ke për atij, këtë haxhin e ke për atij, umrën e ke për atij, është bërë një xhami, e ka bërë ai në emrin tënd. Për shembull, sadakaja që u dha për jetimet, e ke në emrin e tij, u dha një bursë për një student të varfër, e ke për atij, po ty të vjen shpërblim. Normalisht kjo inshallah kanë thënë dietarët e Islamit, me pendimin e sinqert dhe duke bërë akte, lutje, dua për prindin, me shpresën e Zotit, ka një hapësirë që njeriu ta fitojë kënaqësinë, po, ta fitojë kënaqësinë e prindërve dhe t'ia shuaj Zoti atë gabim që ai ka bërë. E rëndësishme është që ne, domethënë, nuk duhet presim këtë lloj fakti, ne duhet të jemi të kujdesshëm para se ata të vdesin. Po nëse ata vdesin, ne duhet vazhdimisht domethënë të jemi pranë tyre me lutjet tona, me duat tona, por edhe diçka që është shumë e rëndësishme, me vizitën tonë në varreza. Duke bërë lutje, besoj edhe kjo. Normalisht, kur shkojmë në varreza, duke ju lutë Zotit për ta, por ka një transmetim shumë interesant nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu që thotë, kur dikush viziton dikën në varrin e tij dhe i jep selam, pra e përshëndet me selam, Allahu xhelaluhu ja mundson atij që ta kuptojë se filan person po e viziton. Është transmetimi sakt nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu. Dhe normalisht duke qenë se kjo është çështje gaibi, konsiderohet gaib, dietarët e Islamit thonë është e pamundur që Abdullah ibn Abbasi të ketë fol në këtë çështje gaibi nga vetja e tij. Për këtë arsye dhe preferohet Islam vizita e varrezave, normalisht gjithmonë duke kushtuar rëndësi faktit se kur vizitojnë varrezat. Edhe çfarë duhet bëj besimtari kur viziton varrezat, se disa nxjerrin qiri, disa absolutisht. Për këtë arsye këtë doja të thoja që në Islam kur vizitojnë varrezat e para nuk i lutemi të vdekurit, nuk kërkojmë për të vdekurit, nuk fërkohemi tek varret siç bëjnë njerëzit tek tyrbet, tek varret, këto gjërat që i konsiderojnë kështu. Siç bëjmë lutje. Absolutisht. Vetëm dua për të vdekurin, as qiri nuk ndezim. Tani ka dalë kjo metoda e kandilit elektronik. Është si kandil, ve baterinë edhe do thëmë pralla dhe muhabetet që nuk kanë lidhje me fenë e Zotit. Ne ajo që do të bëjmë kur shkojmë tek varri dikujt, kur futemi në varreza, bëjmë duan e varrezave, kur shkojmë tek varri, japim selamin, selam aleikum ehli diyar, ose japim dhe selam personit, lejohet që t'i jepet personit selam, bëjmë dua Allahut për të edhe me kaq e mbyllim dhe largohemi. Allahu të shpërbleft, o që nderuar. Amin. Dhe të nderuar të shikues, shkëputemi për pak minuta dhe i takohemi në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar të shikuesja, ku i takuam në pjesën e dytë të emisionit tonë, jemi me hoxhën e nderuar Imamin Ahmet Kalaj. Hoxhë nderuar, ne po flisim për respektin ndaj prindërve kur ato janë gjallë dhe kur ato kanë ndruar jetë. Por në rastin kur një prind ka lënë një amanet, që ne i themi, domethënë kur prindi ka lënë një porosi fëmijëve të vet ose të tjerëve, atëherë si do të cilë besimtari kur prindi e lë këtë amanet gjallë, ajo mund të jetë në përputhshmëri me ligjet e Zotit, ose e kundërta kur amaneti është haram për të vepruar ose është diçka e jashtëzakonshme. Për shembull, thotë mos ma varrosni trupin ose më diqni trupin ose diçka, domethënë e jashtëzakonshme që me traditat shqiptare, si veprojë besimtari në të rast. Atëherë, nëse prindi na lë një porosi, normalisht që kjo porosi, domethënë duhet marrë në konsiderat, sidomos nëse ka të bëjë me prindin, se nëse ka të bëjë me jetën tënde personale, edhe mund ta marrësh konsiderat, edhe mund mos ta marrësh konsiderat. Për shembull, prindi thotë, unë dua që ti të bësh shkollë për mjeksi, ndërkohë që fëmia nuk ka prirje fare për mjekësinë, e ka prirje për IT-n për shembull. Atëherë në këtë rast fëmia shef atë që është më e dobishme për të. Ama nëse ka të bëjë me prindin, atëherë jepet përparësi amanetit apo porosisë që lën prindi. Nëse amanetet e porosia që lën prindi është brenda, le të themi, normave të fesë, analizohet, është e mundur për të realizuar?
apo është e pamundur? Nëse është e mundur për të realizuar, ne obligohemi që ta çojmë amanetin në vend. Nëse është i lejuar fetarisht ky amanet, le të themi, mirë po është e pamundur për të realizuar, nuk obligohemi që ta bëjmë këtë amanet ta çojmë në vend. Për shembull, siç e thëti rastin. Për shembull, ndron jetë, për shembull, le të themi prindi në Tiranë, për shembull, sepse jetojnë tashmë në Tiranë, dhe ai thotë lën amanet që të barroset në fshatin e tij, që atje akoma ngjiten njerëzit me kal apo me gomar dhe këta, le të themi, familjarët nuk i kanë kushtet. Atëherë themi në këtë rast, ky lloj amaneti, edhe nëse nuk çohet në vend, nuk ka familja përgjegjësi. Pra, është diçka që është e pamundur. A nëse i kanë këta mundësitë, absolutisht obligohen. Le të vim tek amaneti tjetër, një amanet që e lën prindi, po faktikisht është haram, është gjuna, është mëkat. Për shembull, thotë ai, kur të vdes gjatë si është puna, ma digjni trupin. Themi, jo, ky është amanet që nuk e çojmë dot në vend. Pse nuk e çojmë dot në vend? Sepse bie ndesh me ligjin e Zotit. Nëse unë e çoj këtë amanet në vend, kam bërë dy gabime, kam kundërshtuar Zotin, një, dhe e dyta po bëhem sebeb që prindi im dënohet në botën tjetër. Kështu që amanet, për shembull, ka thënë ai, kur të vdes unë nxirr një raki njerëzve. Për shembull, themi ky amanet nuk çohet në vend. Ka thënë kur të vdes unë, çdo njeri kur të jepni kafen, do jepni edhe cigare duhani. Themi ky amanet, ose në varreza në fund fare, të ri dikush me cigare. Themi ky amanet nuk çohet në vend, sepse është amanet që bie ndesh me fenë e Zotit dhe me besimin. Pra nëse amaneti bie ndesh, veprohet në këtë mënyrë, nëse amaneti nuk bie ndesh, shihet mundësia për të zbatuar. Nëse është e mundshme, okay, nëse nuk është e mundshme, atëherë nuk zbatohet. Këtu mund të futet edhe një rast tjetër, le të themi nëse prindi ka probleme me vllajën e vet për shembull. Dhe i thot fëmijëve, ju nuk duhet të komunikoni me të, nuk duhet ta vizitoni. Këtu fëmia është mes dy situatave. Përballë, le të themi, bindjes ndaj prindit dhe ruajtjes së lidhjes së gjakut. Atëherë në këtë rast çfarë themi? Themi në këtë rast urdhri i prindrit për të shkëput fëmia lidhet me gjakun është jo i saktë. Atëherë duhet gjetë, domethënë, një formë apo një mënyrë që edhe prindin mos më mërzit, po edhe lidhjen me pas, sidomos në këtë kohë që jemi ne sot. Pra me mesazhe mund të mbahet lidhja, me telefonata mund të mbahet lidhja, edhe pa shku me trup, domethënë edhe pa i vizitu me trup, në mënyrë që edhe babën, domethënë mos me mërzit apo mos me e bërt ndjehet keq, po edhe me gjakun duhet i kemi patjetër lidhje. Unë di raste për shkak që prindi thotë tek askush nuk duhet shkoni, se ata ma kanë bërë kështu, më kanë nxjerr pa gjë etj. Po unë mendoj që kjo nuk është arsye mjaftueshme, sepse njeriu, domethënë, obligimin e ruajtjes lidhjeve me gjakun e ka obligim personal, pra nuk është i lidhur me diçka tjetër. Kështu që normalisht çdo situatë duhet trajtuar në vete, pra nuk mund të merret një trajtese e përgjithshme, por futet tek ajo që thamë më përpara, bie ndesh me fenë dhe me besimin, dhe njeriu duhet gjejë një formë dhe një mënyrë. Unë mendoj se në raste të tilla gjëja më e mirë që mund të bëjë një fëmijë është të gjejë rrugën e pajtimit mes prindërve të tij dhe atyre njerëzve të fisit të tij që kanë zënka, të cilat janë zënka, le të themi, koti, siç ndodh në përgjithësi ndër ne shqiptarët, që për gjëra koti s'flet vllai me vllain apo s'flet vllai me motrën apo motra me motrën. Gjëja më e mirë që mund të bëjnë fëmijët në tilla raste është të lidhen me fëmijët e tyre dhe të krijojnë situatën që ato të bashkohen. Pejgamberi alayhis salam në një hadith tha, atë tregoi se diçka që është më e mirë te Zoti se falja dhe agjërimi, pra me kuptimin e faljes nafile dhe agjërimit nafile, vullnetar. Tha po, të pajtosh mes njerëzve. S'ka gjë më të mirë se sa të pajtosh mes njerëzve, kështu që nëse ka ndodhur mes prindit tënd dhe vllait apo motrës së tij diçka dhe ju fëmijët, kushëritë e parë që jeni, bëni sebeb që ata ribashkohen edhe një herë, të rikthehet edhe një herë lidhja, kjo do të jetë prej akteve më të bukura dhe më të mira që mund bëjë një fëmijë në raport me prindin e tij. Hoxhë nderuar, kemi dhe rastin kur Ibrahimi alayhis salam e urdhëroi djalin e tij Ismailin që ai të ndrojë pragun e derës, pra të ndrojë bashortën, sepse pa disa cilësi jo të mira tek ajo dhe donte që trashëgimtarët e tij të ishin të mirë. Normalisht ka ndodhur një rast, po një rast mos gabojmë me Umrin dhe me djalin e tij. Po, saktë. Në këtë rast si duhet sillet besimtari kur ka një rast të tillë që prindi mund ta urdhërojë për ta ndarë bashortën, por prindi mund të jetë edhe i drejtë edhe i pa, mund të jetë i drejtë, por mund të jetë edhe i padrejtë. Si duhet veprojnë njerëzit në këtë formë? Faktikisht, duke qenë se merremi shumë me seksionin e pyetjeve përgjigjive, kemi raste të tilla që na vijnë shumë dhe me të vërtetë është situatë problematike kjo, fatkeqësisht. Domethënë, nëse fëmia ka krijuar një familje
prindi nuk duhet ndërhyjë më në atë familje. Rasti i pejgamberit Zotit Ibrahimit a.s. dhe rasti i Omerit radhiyallahu ta'ala anhu bëhet fjalë për raste profeti dhe raste që nëse do të kishte profet mbas meje do të ishte Omeri. Pra bëhet fjalë për njerëz cilët domethënë Faruk shumë perfekt dhe ideal në kuptimin e jetës, eksperiencës së jetës, përvojës së jetës e kështu me radhë. Pra nuk bëhet fjalë që Ibrahimi a.s. të hyn hak kujt dhe s'bëhet fjalë që Omeri radhiyallahu anhu, kush ishte Omeri, të hyn hak kujt. Pra kanë parë diçka shumë të rëndë, shumë të madhe që kanë ndërhyjë. Ky ndërhyjë në jetën një profeti tjetër, sepse ky profet do të jetë shembull për njerëzimin dhe duhet të jetë familja e tij e mirë kuruar. Dhe rasti i tjetër, Omer ibn Khattabi ka folë më shumë se le të themi afërsisht 10 herë dhe Zoti vërteton fjalën e tij nëpërmjet Kuranit dhe nëpërmjet haditheve që Omeri ka drejt dhe bëhet fjalë për një mpretësi që për ne quhet Faruk. Për këtë arsye quhet Faruk, pra ndarsi i të mirës nga e keqja. Pra, kështu që ne nuk mundi krahasojmë prindrit tanë. Prindrit tanë, le të themi, nëse në hyjnë jetën bashkëshortore për të mbajtur një grua apo për ta ndarë një grua, ne duhet i vendosim në peshore. Nëse me të vërtet prindi ka argumenta dhe fakte dhe është në hak dhe në drejt, po, obligohemi që ta çojmë vend fjalën e prindit. E nëse prindi nuk ka drejt, është fiksu kot, i është bërë kot, domethënë, atëherë themi jo, nuk lejohet. Por edhe është e pamundur për shtresën shqiptare që një prind për shembull të dallojë a duhet ta ndajë apo jo bashortën, vetëm nëse ai merr një informacion për shembull që ajo ka kryer një moralitet ose diçka të tillë. Po, dakor, për këtë arsye thamë ne nëse ka drejt. Në përgjithësi, domethënë, nuk unë e thash në fillim fare, nuk duhet ndërhyjë prindi. Pra nëse fëmia, qoftë djalë apo vajza, ka krijuar një familje, nuk duhet ndërhyjë më, nuk duhet futet, sepse ne nuk jemi as Omeri radhiyallahu anhu, as Ibrahimi alayhis salam. Përderisa ata kanë krijuar një jetë, kanë krijuar një familje, nuk duhet ndërhyjmë. Raste ekstreme, po, jam dakord. Ka prindi nuhat diçka, vërteton diçka dhe ja fakton të birit, kjo është çështje tjetër, pastaj këtu obligohet dy fish. E para në raportet e tij me Zotin, e dyta në raportet e tij me prindin. Ama nëse prindi flet paragjykon, janë me dhjetra dhe me qindra dhe me mijë rastet që krijohen situata mes vjerit dhe nusës apo mes vjerrës edhe nusës pa arsye, po edhe rast tjetër nga krau tjetër, nëna e nusës që ta ndaj nusën nga dhëndri. Ekstreme. Në këtë rast nuk lejohet që t'i bindemi, sepse pejgamberi sa më thotë, kush bëhet sebeb që të ftohet një grua nga burri i saj apo të ndahet, Allahu xhallahu ka mallkuar atë person. Dhe mos u bëj sebeb që të mallkohet prindi yt nga Zoti i gjithësisë. Sepse po bëhet sebeb me nda dikë pa arsye. Kështu që nuk duhet në këtë rast, pra le të japim përgjigjen, nëse prindi, e para prindi nuk duhet hyjë në jetën bashkëshortore nëse është kriju familja, e dyta nëse është, le të themi, patjetër që do të ndërhyjë se ka diçka shumë madhore, atëherë ndërhyn duke dhënë këshillën e tij, porosinë e tij që të rregullohet situata. Nëse personin fjalë apo tjetra vazhdon me problematikën, atëherë prindi ka të drejtë ndërhyjë dhe thotë gjë ndaje. Edhe me kaq mbaron misioni i prindit, nuk duhet ta ekstalojë situatën që ai pastaj të marrë masa ndaj djalit vet për shembull. E zejmë se djali nuk ja çon vend amanetin prindit ose porosinë që ta ndaje. Ky tani nuk duhet fillojë të ndërmarrë masa ndaj fëmijës tij. Puna e tij, zgjedhja e tij, unë si prind se më thonë, lava të detyrimi që kam ndaj Zotit gjithësisë duke e këshilluar fëmin tim. Po kështu edhe rasti i kundërt. Pra nëse le të themi vjerra shep diçka ke dhondri, e vërteton ku dëgjon etj dhe i thot gocës gjë 1 2 3 4 5. Më po goca thotë unë duhet të vazhdoj, është burrim. Për shembull, mbaroi historia me kaq. Nuk duhet më ajo të nguri këmbët apo të tentojë etj. Kështu që domethënë duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Origjina është çdo rast ka një rast specifik që kërkon një lloj përgjigje specifike. Trajtim veçantë, pra nuk mund të ketë një trajtim të përgjithshëm, por në përgjithësi ky është parametri, peshorja e drejtësisë edhe e pa drejtësisë. O që nderuar për ta përmbyllur, domethënë edhe emisionin e sot, në rastin kur prindi ndron jetë, është ajo ceremonia e vdekjes së prindit. Pra, kur vdes nëna, a duhet t'ia lajë xhenazën vajza apo duhet të lejë dikë tjetër për t'ia larë xhenazën? Si duhet vepruar në raste ose kur ndron jetë baba, si duhet vepruar për
për përfunduar atë procesin e përcjelljes në botën tjetër. Në raste të tilla ne duhet sillemi në formën e mëposhtme. Më e mirë është që ata që duhet merren me prindin janë vetë fëmijët e tij. Bashkëshortja e tij nëse është babai apo bashkëshorti nëse është nëna. Kjo është më e mira. E nëse nuk ka zemër, siç thuhet, do të thonë s'ka zemër, kanjëherë nuk ka bën dot zemër që ta laj, atëherë për babain merren djemt, ndërsa për nënën merren vajzat, ose për babain merren vëllezërit, niprit, nëse s'ka djem, ndërsa për nënën merren motrat e saj apo vajzat e saj apo mbesat e saj, gjithmonë ndahet në gjini. A mund ta bëj nusja e djalit ose apo duhet paguaj dikë që ta veproj si veprim? Në raport me nënën mund ta bëj nusja e djalit sepse është gjini femërore, ndërsa në raport me babain e djalit, për shembull babai mund ta bëj dhëndri në këtë rastin e babait. Pra, mund ta bëj dhëndri i vajzës. Mund ta bëj, nuk ka se në rastin që dalim nga fëmijët, shkon tek gjinia. Pra, ka dhe ndonjë ceremoni tjetër përveç përcjelljes në varreza, varrimit, lutjeve që bëhet, më pas a mund bëj një drek për shpirt të babait ose për shkak sepse kanë ardhur disa miq nga jashtë. Ka një problem kjo gjë? Tani po dalim në detaje të tjera, megjithatë po e trajtojmë. Në raste të tilla, dreka mund të organizohet nga miqt dhe nga shokët e djalit apo e familjes. Familjarët nuk organizojnë. Gjithmonë flasim sipas rregullave islame, sepse njëri prej sahabëve thotë e konsideronim drekën e vdekjes si niyaha al-mayit, si njësoj si e qara me kuj për të vdekurin. Kohën e pejgamberit e selam, drekën që shtron familja e konsideronim njësoj si kuja për të vdekurin. Po çfarë bëhet në raste të tilla? Shokët e personit mund të organizojnë ata. Që do të thotë për shembull, dikujt i ka ndruar jetë baba, mbledhen shokët e tij, edhe marrin restorantin dhe mund të ftojnë gjithë njerëzit, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Ama që ta bëj familjari, jo, sepse në Islam këshillohet e kundërta. Në Islam thuhet, bëni ushqim për familjen, se janë të angazhuar sot s'kan mend ato të gatuajt. Islami. Megjithatë sot bën nëpër restorante, nuk është se gatuar nëpër shtëpi, bën një ceremoni. Sidoqoftë puna, pagesën e bën familja dhe quhet ata sikur e kanë paguar. Quhet sikur ata që janë marrë me këtë punë, sepse çfarë ndon? Do ta bëj restoranti. Çfarë do të bëjmë? Sallat, çfarë do të bëjmë? Qofte, çfarë do të bëjmë? Tasjebab, çfarë do të bëjmë kështu? Do të thonë merret familja tani me tasjebabët, dikush thotë ishte djeg pilafi, dikush thotë pse qelloi pija e ngrohtë, pija e ftohtë, ndërkohë që ai ka i hall shumë të madh dhe i siklet shumë të madh. Nëse ka shoqëri të vërtetë sot, shoqëria e vërtetë janë ata të cilët marrin përsipër gjithçka. Thon vlla ti merru me vdekjen, me xhenat dhe gjithçka, këtë pjesë na lër neve se ta zgjidhim ne. Allah të shpërbleft hoxh për përgjigjet e tua. Të nderuar të shikues, ishim me Hoxhën Ahmet Kalaja në temën si të sillim me prindërit. Ritakohemi sërish në ciklet e emisionit të ardhshme. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.